3 ditë pas aksidentit tragjik në aksin rrugor Elbasan Librazh, pranë fshatit Mengël, gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për producentin dhe regjizorin Petri Bozo. Vendimi u dha pas kërkesës së prokurorisë e cila akuzon Bozon për vepra penale, aksident me pasojë vdekjen. Ai do të qëndrojë në paraburgim deri në përfundim të hetimeve për ngjarjen që tronjti opinionin publik. Gjatë seancës gjyqësore, regjizori nuk ka dhënë deklarata personale, ndërsa qëndrimi i tij është paraqitur përmes avokatit mbrojtës. Në dëshminë e parë të dhënë pas aksidentit, Bozo kishte deklaruar se nuk po lëvizte me shpejtësi në momentin e përplasjes. Ngjarja e rëndë ndodhi mëngjesin e së hënës pranë shkollës 9-vjeçare në fshatin Mengël, ku automjeti që drejtohej nga Petri Bozo përplasi për vdekje një fëmijë 7-vjeçar. Sipas informacioneve paraprake, i mituri kishte shoqëruar motrën në shkollë dhe në një moment i kishte shpëtuar vëmendjes së nënës duke dalë nga rruga vetëm pak metra larg hyrjes së shkollës. Banorët e zonës kanë ngritur prej kohësh shqetësime për mungesën e masave të sigurisë në këtë segment rrugor. Shkolla ndodhet shumë pranë aksit nacional Elbasan Librazh, ku lëvizja e automjeteve është e dendur dhe me rrezikshmëri të lartë për komsorët, veçanërisht për fëmijët. Pas aksidentit fatal, banorët kanë përsëritur kërkesa për ndërtimin e një mbikalimi ose vendosjen e masave të tjera mbrojtëse, duke theksuar se zona përreth përbën rrezik të vazhdueshëm për nxënësit dhe familjet e tyre.